Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin e një dite shumë të rëndësishme të datës 20. Data 20 janar 2026, ku ka të bëjnë shumë me kuptimin e asaj që ka ndodhur dhe çfarë realizohet. Data 20 janar ka një histori të gjatë për sa përket kësaj dite të martë. Unë mund të them që jo se ka një diçka problem ose çfarë ndodh në lidhje me çështjet e kuptimit ose të gjërave të tjera që do të diktojnë. Po dita e martë e datës 20 ndikon shumë, është gjithë dita është shumë e ngarkuar, më besoni. Dhe se unë do t'ja thjeshtoj në lidhje me të kuptoni, domethënë planeteve janë ata që japin udhëzimet për kace ose kohën e duhur. Jo bëni si do të barazëmëstuaj. Data 20 janar jep një moment ose një ndikim shumë të madh për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit, për sa i përket karrierës. Në fundit karriera është ajo që neve na intereson. Kjo ditë është një ditë që me ndikimin për ditën e sotme është e veçantë kjo, sepse dielli kalon në New York. Nga Britsjapi shkon në New York. Dhe kjo do thotë në mëngjes, në orën 2:45 minuta shkon dielli, kalon. Këto nuk do të dëgjoni, vetëm këtu do të dëgjoni. Duke shënuar fillimin e ditëlindjes, shenjës ndikuese të 11 të zodiakut, pra të shenjës së ujorit. Në këtë ditë, duket se Afrodita formon një kënd me Plutonin, që kënd ngjyros humorin ton me ngjyra pak më të ndikuara. Marrëdhëniet tona personale, romantike, miqësore, familjare, profesionale do të na ndikojnë disi dhe do të kuptojmë arsyen. Dhe kjo do të thotë që nuk diskutohet që ka të bëjë shumë me punën, me financat, me karrierën, me njerëz të rëndësishëm, por kjo duket se prek më shumë shenjat dem luan akrep ujor të ditëlindjes parë ose ata që kanë ascendente në këtë shenja. Kjo është deri nga ora 10:30 minuta. Gjithashtu ka të bëjnë me mbas orës 11 kemi Saturnin që formon një gjashtë me Uranin këtu na shpëton. Në një kënd që ofron mundësi të pasur ide inovative duke kontribuar mbi traditën, sepse Saturni me teknologjinë dhe inovacionin, Urani është një aspekt i dobishëm si në nivel personal ashtu dhe ato shoqëror për të miratuar ndryshimet që do të kemi në horizont afatgjat. Përfitojnë shumë shenjat siç janë gaforret, akrepët, peshqit, demi, britsapët dhe virgjeshët të ditëlindjes së tyre, ose ata që kanë planeta në këto shenja. Kjo ndodh deri në orën 2. Mbas orës 2 kemi Marsin nga Britsjapi që formon një trakëndësh me Uranin. Këtu ndodh ajo ndikimi i madh. Me Uranin në një kënd që e do rrezikun. Keni kujdes këtu. Kjo është ndryshimi i madh që ndodh këtu tani. Po mirë, çfarë ndodh këtu? Do të ndjejmë më fort nevojën për të shliruar nga kufizimet dhe për të larguar nga rreziku. Do të ndjejmë më fort nevojën për të shliruar nga anët më të mira dhe ndikimet që kemi për të pasur mundësinë në mirësinë tonë në gjëra, sepse të marrim më të mirën në kësaj gjëje, sepse duke pasur parasysh emocionet që dalin në pa. Kjo është një kënd i shkëlqyer për të filluar diçka që kërkon guxim, energji edhe jo vetëm. Megjithatë, është mirë të jesh i kujdesshëm e të mos marrësh rreziqe të pa përllogaritura ose ndikon në anën tjetër të ekonomisë dhe të dashurisë. Ndikojnë pozitivisht shenjat siç është Demi, Virgjëresha, Britsjapi me datëlindje të ditëlindjes të tretë ose ata që kanë ascendenten në këtë shenja. Duket se mbasdita gjithashtu na jep një mundësi dhe një kohë
të përshtatshme mbi ndryshimet, takimet, vendimet dhe jo vetëm. Para se të fillojmë parashikimin e kësaj dite kaq të rëndësishme, unë ju rikujtoj edhe një herë për ju që interesoni parashikimet e detajuara, pikërisht kemi të faqen këtu. E klikoni, e shikoni dhe më pas vendosni për të i përket çështjeve që ju kërkoni, sepse duke zgjedhur paketën tuaj dhe numrin përkatës të blerjes, jeni gati pastaj për të folur bashkë në Viberit, WhatsAppit apo Skype. Gjithashtu, atje kur zgjidhni paketën tuaj, numrin përkatës të blerjes, shkoni tek sekretaria dhe më pas flasim bashkë atje dhe zgjedhim problemin që juve keni në lidhje me çështjet e juaja ose me çështjet e tjera që ju intereson. Për ju që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve dhe doni që të dini se si funksionon sulmimi që dërgoni mesazh, pikërisht kemi këtë butonin këtu. E klikoni, e shikoni dhe jeni gati pastaj për të dërguar mesazhin, dhe merrni drejt përshëndetjes për që pra e keni pikërisht tek ky butoni këtu. Tani pa humbur kohë, fillojmë me shenjën me radhë. Fillojmë me shenjën e parë, që është shenja e dashit. Për ju që dashit duket se kjo periudhë është një periudhë mjaft e mirë dhe tepër pozitive mbi ndikimet dhe ndryshimet e mëdha që keni, sepse dashi gjithmonë është në një harë kohor, një pozicion planetar pozitiv, jo negativ, dhe kohën e ka treguar dhe e di shumë mirë se çfarë ndodh në anën e vet, çfarë ndodh në anën e pozicionimit të planeteve dhe kohës përshtatshme. Në çështje shpirtërore, lidhjet që janë bëjnë me peshore janë të mbarë. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e demit. Për juve të shenjës së demit, duket se një nga mundësitë që do t'ju jepen ose koha e duhur për të zgjidhur problemin, ka një, besoj të gjuhëm, ka një ndikim shumë të mirë, sepse lidhjet dhe problematika që keni pasur përpara zgjidhen pikërisht tani, që është një kohë shumë e mirë, është një kohë e përshtatshme mbi takimet, bisedimet, gjëra të rëndësishme që keni, por në ana tjetër, edhe pse të tjerët më flasin, punë e madhe, varet nga juve çfarë bëni, nga juve çfarë realizoni. Dhe kjo është një realizim mjaft të perfekt dhe koha e duhur në ekonomi. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë me bicep dhe gafore janë të mbarë. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e binjakëve. Për sa përket binjakëve, megjithëse binjakët duket se tani është momenti i duhur mbi gjëra të rëndësishme, mbi kohën më me fat që ju mund keni ose mundësi që jepen tani e tutje, është koha më e mirë e mundshme për të bërë zgjedhjen e duhur në lidhje me anën ekonomike, në lidhje me disa takime, me disa vendime që juve mund të merrni, por mos mu shqetësoni, sepse nëse shqetësoni është problem. Është problem jo për fajin tuaj, sepse kjo lidhet me anën tjetër të ekonomisë ose të stabilizimit, por duket se tani është një kohë mjaft e mirë në lidhje me anën e biznesit, sepse biznesi ka të bëjnë shumë këtu, dhe ka të bëjnë dhe me anën tjetër të ekonomisë të karrierës, një kontratë shumë e rëndësishme që mund bëhet, pse jo, mund të jetë mjaft e rëndësishme për ju të kësaj shenje dhe ju ndihmon në vazhdimsinë e çështjeve shpirtërore lidhje që kanë bëjnë me shijetar shqiptarja. Vijojmë tek shenja e radhës që do thotë gaforja. Gaforja dashura, nëse njerëzit flasin, atë punë kanë. Nëse njerëzit kërkojnë llogari, mungesë llogarie, domethënë. Punë e madhe. Ju e jeni mirë, ju e dini çfarë bëni. Të tjerët mund të flasin dhe mund të gjykojnë në farë mënyre. Ana tjetër është pozicionimi i planeteve, është koha dhe momenti, është periudha dhe ndryshimet më të mëdha që keni në anën ekonomike financiare në lidhje me një takim që bëni, me një takim që keni, është mundësia dhe momenti i duhur mbi stabilizimin dhe korrektësinë tuaj që keni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bëjnë me Dem dhe me Akrep të tretë, është kohë mjaft e mirë.
Vijojmë tek shenja e radhës, që thot Luani. Luani dashur, nëse ju e keni një mundësi tani, e ju e keni, po shfrytëzoni për të mirë, sepse njerëzit mund të flasin dhe mund të diktojnë, nuk e diskutoj që diktojnë në anën ekonomike financiare. E kanë mundësinë e tyre dhe momentet e duhura mbi zhvillimet që kanë bërë ose mundësitë e arta që vijnë, është një moment shumë i mirë tepër pozitiv. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë bërë me dashur dhe me bricap janë të para. Vijojmë tek shenja e radhës, do thotë Virgjeresha. Virgjeresha dashura, keni kujdes, dhe di që parë, keni pak kujdes në lidhje me një bisedë që do bëni sot, sepse mund të në një farë mënyrë mund të vendosni çfarë doni të bëni, pak rëndësi ka kjo se sa juve jeni të qartë ose keni vendosur që doni të rregulloni, të stabilizoni gjërat e juaja dhe nuk e keni problem se çfarë thonë të tjerët ose çfarë duan ata të përçojnë tek juve. Juve ju përket puna, po. Doni të punoni, po. Anë të tjera nuk ju hynë në punë fare, edhe pse ata e kërkojnë një sistem, e kërkojnë një sistem ata, sepse duan të rregullojnë, duan të stabilizojnë punën, karrierën dhe gjërat e tjera që flasin. Por gjithsesi, kjo periudhë është mjaft e mirë e tepër pozitive për realizime. Dashuria duket se me dash është ideale. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë Peshorja. Për Peshore duket se kjo periudhë është mjaft e mirë dhe tepër pozitive, megjithatë, mundohuni që të jeni korrekt me veten tuaj, sidomos me punën tuaj. Në lidhje me dashurinë, është një ndikim mjaft i mirë, është me dash dhe me bricap të edhishit të tretë. Shkojmë tek shenja e radhës, që është Akripi. Akripi dashur, fokusoni tek kontratat, sepse shumë fjalë po dëgjoni tani kohët e fundit juve. Jo për fajin tuaj, por ka një ndikim kjo, ka një keq interpretim, por juve dini se çfarë do të bëni dhe ku do të shkoni. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bërë me ujor dhe me Virgjeresh janë të mbara. Vijojmë tek shenja e radhës, janë shigjetarët. Shigjetarët dashur, unë mund t'ju them me bindje të plotë në lidhje me takimet që kanë të bëjnë, në lidhje me mundësitë që jepen në anën e financave dhe biznesit, sepse lidhet shumë me karrierën, lidhet shumë me një biznes shumë të rëndësishëm, sidomos një biznes privat. Por dashuria me luan dhe për të dëshiruar, vini pas, mos e vini pas dore. Vijojmë tek shenja e radhës, që do thotë shenja e bricapëve. Bricapëve dashur, gjithmonë jeni në krye të detyrës, gjithmonë jeni të përgatitur, gjithmonë jeni në mënyrën se si juve operoni, kjo është diçka shumë pozitive, është një diçka shumë pozitive dhe momentale në ndikimet e mëdha që keni, por në çështje shpirtërore pa kujdes me ujorët edhe edhishit të tretë. Vijojmë tek shenja e radhës, që është ujori. Për ujorët duket se tani është koha dhe momenti për të zgjidhur problemet që ju e keni dhe momentin e duhur në ndryshimin ekonomiko-financiar. Por megjithatë, një udhëtim nuk do ishte keq ta bëni. Dashuria me Peshore është e vetmja. Shkojmë tek shenja e radhës, që do thotë Peshqit. Për sa përket peshqive, peshqit ka një moment tani, ka një mundësi shumë mirë, sepse ndryshimet, ndikimet, vendimet që marrin ata, është një mundësi shumë e mirë dhe tepër pozitive, ato që kërkojnë, por kërkohet pak vëmendje. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë bërë me Peshore dhe me Binjak janë të mbara. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht datës 20 nëntor 2026. Por nëse dëshironi parashikimet e jura, pikërisht kemi të hartën tonë. E shikoni, e klikoni dhe jeni gati pastaj, nëse keni menjen me zgjedh paketën, e zgjidhni, shkoni te sekretaria, është pikërisht ky kuadrati këtu, ja poshtë. Ai atje vendosit edhe aty, ja pra, dhe jeni gati pastaj për të folur bashkë në Viber, WhatsApp apo Skype. Në një rrotulla, ju uroj më të mirën e mundshme.